Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të ta ngellin analizë. Shkojnë në videon e radhës, Besa ka boshi Romaj. Shumë po jap zor më i Besa, shumë për stepri po shpif. Për si të ballit. Ne e dim kush është PDK-ja, ne e dim çka ka punu PDK-ja. Ne e dim çfarë kati e ka gjetë Albin Kurti, Kosovën. Ne e dim sa ka qenë ndërtuar në Kosova. Kështu që neve nuk ka nevojë me na treguan se me na qitë hisyve. Jeroj Besa për me na tregu neve amonit koft. O bone ti me dal me gjëni para televizori. Jo e ka gjetë 14, jo të 5, jo të 7. Miq, shkojmë të dëgjojmë videon, po do mantoj me kryeministër, si Hashim Thaçi, edhe me kryeministër si Albin Kurti, kryeministrin. Shkojnë miq. Kurti, nuk e ke marrë Kosovën Go. në bodrum me ujë, por realisht e keni marrë në katin e 10. Në bodrum e keni dërguar ju me paaftësi, mungesë vizioni dhe mungesë pune. Ju Qysh po ta nxan fytyra më i Besa me thonë këto të fjalë. Po ju jeni që ata që kur njët nuk keni menu për fëmijë. A ka pas Kosovë gjatë qeverisë juaj? Qysh po ta nxan fytyra jote mi fol to fjalë? Kur Albin Kurti e kthej shpresën rinis. Pse po del po gënjen para televizioni? Na keni ardhur këtu me gënjeshtra, me mashtrime. S'ka mo mashtrime e gënjeshtra. Dihet kush punon. Të na thojnë fjalë popullore, dita e mirë tregon mëngjes. Ti e bone me kallëzu kriminit ku ka gjetë Kosovën. Ky ka kallëzu shumë mirë, që Kosovën e ka gjetë në podrum, gjysmë metër ujë apo 1 metër ujë. Ky është realiteti. Për këtë arsye merr 50%. Shkojnë miq, se e ndal tash fushat, e ndal me gëny, ashiqare, s'ka. e gjetët Kosovën si republikë të pavarur dhe sovrane. S'ka nevojë me na tregu hiç absolut. E dim se këtu kena qenë, me gjithë kryeministrin. O shpifse, o mashtruese, o degeneruse. Çfarë termi është ky? Çfarë teme është kjo? Pse? Ne nuk kemi qenë aty me ditë se që shu formu shtetja, e kush ka thonë para shtet që formua shtete? Apo veç për të këja pas ka investu? Apo? Si mas jush? Se që aty 500, që kishe na sens ke na bo, vetëm një keni bo, apo? Turpi i botës. Kur s'keni me ardhën në pozit ku i një konë, me këto rana, me këto dallavere. A është mirë kjo? Absolut që është mirë. A mu i po jaboni vete. Nuk po dani pe ranës, pe shpifjeve. Shkojnë miq. Po miq të dashur, ju kisha lut, dëgjona videon deri në fund, se në fund videos kur të përfundon kjo, do shpëntojmë ne. Shkojnë miq. Kjo erdhi me gjak, djesht dhe sakrificat. Këto po, me gjak të Kosovës, me ndjes të Kosovës, me sakrificë të Kosovës, po, këtu pajtona. Për këtë videos, këtë fjallë ke folë të amon që duhet. Respekt. Brezave të tërë, e gjetët me institucione shtetërore, me partneritete Se ka gjetë, po e kena formu. Gjithë zbashko. Gjithë zbashko. Këtu. Më shej vetës, këtu. Të gjithë zbashko. Shkojnë miq. strategjike me SBA-n, NATO-n dhe vendet e Kuintit, me ushtri në ndërtim e sipër mbi një plan tranzicioni. Gjithë zbashko. Por mas pak të ju bjen juve me folë për ushtri. Mas pak të ju bjen juve me folë për ushtri. Në ushtri, Haradinaj, edhe Albin Kurti. Juve mas pak të ju bjen me folë për ushtri. Kështu që shkojnë miq të dashur. 10 vjeçar të harmonizuar me aleatët tonë, me orientim të qartë euroatlantik dhe me respekt ndërkombëtar. Gjithë Kosova, harmonizimin e ka pas, po sikur me Albinin, me asnjë juve jo. Ose me juve vena ka pas ma mirë,
Por arsye se keni vjedhë bashkë. Vjedhë ndërkombëtar, vjedhë ju, vjedhë ndërkombëtar. Të e në konë publike. Deri sa që edhe i kapen ishte në burg pe Bashkimit Evropian. Ja kushini jo. Ja kushini jo. Ti po del për mon moral këtu? No, be, sa të lutem. Të fituar me shumë mund. E gjetët me rrugë, aeroporte, universitete, spitale. Të gjithë së bashku i kena bo. Po të arri përsëris, rikujtoj. Të gjithë së bashku i kena bo këto. Mos shpif, mos dezinfermo. Oj e pa ftyrë. Nuk e di sa e ki ftyrën. Po një grësht vota, me dal me shpif këto. Të gjithë kemi investu. Shkojna mish. Dhe një popull krenar që kishte mbijetuar luftën, Patjetër. spasimin etnik dhe gjenocidin, por që kur nuk ishte përqar në një nivel si sot. Numër 1, ti po përçon. Me këtë fjalim që i ke bot, ti po përçon. Ti po përçon. Me dije, a pa dije, nuk e di, po ti e ka përçon. Nuk shkon ne e këta sion hiq, ne kemi bo këta s'kam bo kur gjë, e kjo është dezinformim. Shkojmë. Viteve të pushtet nuk mund vazhdoni të fshiheni pas metaforave dhe propagandës. Çfarë metafora, s'ka është metafora? Për ato që e ja kthej shpresën rinis, e ja kthej shpresën klasës punëtore, e ja kthej shpresën klasës sociale. Për këtë metaforë ki fjalën? Tregom ti, partia juaj, ose këtë opozita, sa keni dhënë pare për fëmijë. Edhe, a ka pas fëmijë në kohën e juaj, Kosovë? A ka pas nona, ti e bile e grua, a ka pas nona Leona në të kohë? Tregoj e popullit. E o duft kë, që ka gjithë Kosovën në katin e 10, si mas juve, o duft me orë kë, edhe me këthi shpresën, edhe me inimu popullit. Ja këshin jo. E ti po ki ftyrë, po të rëmlaksoj, me dalë, edhe me full ashtë këtu para televizioneve, është turpi i botës. është turpi i botës. Por mundësisht nuk kena me e lonë. Ju mundi me folë, por na kena me javë dokumentu. Sigur që tash mas fjalimit tonë. Shkojna me që? Sepse realiteti është ky. Ju e keni zhytur Kosovën në një humner të përqarjes dhe të urrëties mes shqiptarëve si kur ma parë. E keni polarizuar shoqërinë deri në atë pikë sa kundërshtari politik trajtohet si armik. Arsyeja, sepse ju po rreni shëblaka. Mas lufti e vëra, 130 kusur vetë. Populli u polarizu vetë. Populli për do një Kosovë demokratike. Populli për do një Kosovë evropiane. Populli për do një Kosovë jo hajni. Populli për do një Kosovë jo rana, jo mashtrime, jo dallavere, jo dezinformata. Vonja ke nis ti, voni ke posan, ti e ka full që i ke marrë të shkrune. Po i lexon para kamerës. Oj besa, nëse të shmetar turp. Të shmetar turp, me dal me gëni. Qitë fakte, realitete, fakte. Shikërun të qëtë qëtash faktet. Fakte, realitete. Po jo rana e gënjeshtra. Keni lënë qytetarin me paga që nuk e mbyllin as muajin. Në çmimet të Kjo është ti thomë, sa se më ka thonë. Kosova është bereqat versën, Erdal Albini, është tip-top. Tip-top. Sot, javë ka skip, edhe ka 100 euro.
edhe pensiona, edhe studenta, edhe harrova ku na ke, po s'tash i këshyrëm bashkë. Pa përballueshme me varfëri dhe pasigurinë në rritje. A ju ka shku menja në herë, ju së një konë qeverisje, me përmen këto sene. Tërkoj e poplit ta monit koftë. Së hari keni përmen këto, qka keni bo për këtë, qka keni ndërmarë për këtë krizë. Nuk shkoj të sene në kështë, bre. Shkojnë e miqë. Dhe më rënda keni quar rinjin tonë në një gjendje të shprimi ku shumica nuk e shohin më të ardhmen e tyre në Kosovë. Shprehjet tonë nuk po mendojnë se ta ndërtojnë vendin. Po pse po rran, bre, po më plasë, s'kam qare pa thonë, po rran nash i qare, turpit më luft. Turpit më luft. Në krejtë botën, njerëz të shkojnë. Por qëta është u liru. Kush donë, shkon ku donë. Mos gënjeni e bre, se turpi i botës është. Kush donë? Edhe në Gjermoni, sa e një Gjermoni vjetë, hinë këqyre statistiken. Hinë këqyre statistiken sa e një për Gjermonisë. Edhe Gjermon. Mos gënjej bre. Mos i formo bre se turp. Turp. Tash është kohë e lirë, demokraci, kush donë, shkon ku donë. Hajtë që donë, ka punë në Kosovë, sa donë. Po mos i formo. Unë nuk thëmë kotë, dashë mësu me rajtë shkon për të këtë. Kjo është për keqardhje. Kjo është për keqardhje. Amo është realiteti. Dash me mësu me rajtë, shkon për të këtë. është turpi i botës. Shkone mish, të këqire me ka gati se e zgati ko gja shumë. Që të largohen prej ti. Kosova nuk është projekt personal i askuj. Kosova është sakrificë kombëtare. Kosova është përgjithësi histori. Kosova është e poplit. Tonë e dim këta. Sa dush që i fol ti, fol Albini, na i shohëm senet, ma mirë se ju. Edhe na dim kush punon mirë, kush punon keq. A jemi rregulli këtu? Okej, shkojna. Dhe kjo ëndër është më e madhe se çdo qeveri, propagandë apo justifikim. Zotri Kurti, Kosova është më e madhe se ju. Populli ynë ka kaluar sfida shumë më të mëdha. Do t'ju te kaloj edhe ju. Asnjëherë. Albin Kurtin sot thosht populli i Kosovës, sa nuk vjedh si kur ju, sa nuk mashtron si kur ju, kur njët së mundi me kalu. Kur, harrone. Harro.com. E ma mi registrohe albini.com. Edhe hinë e këqyrë kanë herë. Harro. Gotash me këtë Hashim Thaqin e PDK-s kryeministër. Shin kryeministër, ai që kishte drejtuar procesin e privatizimit Dino Hasanaj, u tha se u vetvra me 12 goditje me thik. Me Thaqin kryeministër, u vodhë 25 kg ari në dhomën e dëshmive të policisë në Pej. Me Thaq Me qëta keni që ju në vetën kata? A besa? Me qitë kryeministri, e keni që Kosovën në katër e dhejta? Hojtë zë formuse? Hajtë të rekoj popullit, qish? Se mu s'ka nevoj, se unë po i gjoj, po i ku kam falë me Zotit, buke kam, unë po i gjoj. Të rekoj popullit juj, votuzet juj. Dëgjo. kryeministër, shëndetësia u dominua nga skandalet me klinikat private, ndër të cilat rasti klinikës Medicus me trafikimin e palegjshëm të veshkave. Me Thaqin kryeministër, i tërë distribucioni kekut u shit për vetëm 26 milion euro. Me Thaq Vetëm 26 milion euro u shit keku. A ju dini japni moral, por rrim sot. Është turpi i botës. Është e gatë për ndërpres e po lëshoj me Albin Kurtin kryeministër. Shkojna miq. Albin Kurtin kryeministër, Kosova shtriu sovranitetin në veri duke i larguar institucionet paralele serbe. Me Albin A ke menu këto në herë? Besa që je donë aty lama. E shtriti sovranitetin, që ju e pasit pas ka 10, po? Është turpi i botës. Është turpi i botës. Këto e në fakte. Fakte, si të mira, si të këqia, jesin gjithmonë. Shkojna miq? Kurtin
targat ilegale serbe në veri u hoqën dhe ligji i Kosovës u bë më i dukshëm. Me Albin Kurtin kryeministër, fëmijët në Kosovë filluan të marrin shtesa mujore nga shteti. Me Albin Kurtin kryeministër, nënat lehona morën përkrahje më të madhe financiare. Me Albin Kurtin kryeministër, paga minimale u rrit në 350 euro bruto. Me Albin Kurtin kryeministër, studentët në universitetet publike u liruan nga pagesat për studime bachelor dhe master. Me Albin Kurtin kryeministër, qytetarët e Kosovës më në fund nisën të udhëtojnë pa viza në zonën Schengen. Me Albin Kurtin A peshe, kush e qënë Kosovën 10 katë? Oj, Besa Kabashi. Se po të arroj edhe emni kështu në fletore. Ja, ky e ka që Kosovën 4 e qënë. Alo, ky tek e ka nëzirë për ju i qëtash. Që e këni lonë ju. Jo veç për dhe kë, që e këni shkatru, e këni dërmu Kosovën. Po këtë arsye, Kingu i merë 51%. Është i pastërt, nuk është hajt, është i pa korruptum, është i pa blem, nuk shitet, gjithat mirat i kanë truptina. Për kundrejse juve, gjithat këqijat e keni në trup juve. Në partit juve, në falni. Miqtë të dashur, kjo është e video për sot, mire po shumë vite radhës. Unë në kam qare me që pa bo vite, dhe sa dalin e shpifin para kamerave, me gëni poplin, me përqap poplin, ne do të mundohem që mos të ilom. Sepse nuk është mirë me përqap poplin. Unë e boj thire për këtuit, për jasës Norvegjis, popli imi dashur, diasporë, Kosovë, ku do që jeni, mos e përqani, ndërmes vete, për politikë. Politika analizohet edhe votohet. Analizohet do më thonë që analizon kush po punon për ty edhe për të minë juj. Që atë jep votën. Vota nuk shitet. Vota nuk japet për gangsterlak. Vota nuk japet pse ki kusherin, miq, bab, vlla, motë, çati june. Vota është e shajt. Se ma vonë, fëmija juj kanë më junem. Vota japet ajtë që mendon për juve, edhe ajtë që punon për Kosovë. E sot për Kosovë, i vetëmi është që punon lëvizave të vendosë Albin Kurti. Jo që për thomë në, po do këtë semet. Sënë Albini se kom kujgjo, pas 5 pare se ja për to. Nese me dalë dikush ma mirë, i thamë Albin për shoti se u dalë një ma mirë se këtë. Po nuk bëj përqarje. Si kur ti që i bonë dhe i thash, blirta. Më falë, Besa. Mi që dhe nere, ju përshëndes, Zoti e rujt, shqiptari, opozit, mire pashëm,